të jesh apo të mos jesh, ose si kishin me thonë anglisht, win or go home, fito apo ec në shtëpi. Adhurues basketbollit, platformën tuaj dhe tonë artmoshën, kudo që jeni duke na shikuar këto qaste, Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në këtë ambient fantastik basketbollistik dhe Seza i Surojnë e zjarrt në ndeshjen e 5 finalet të play-offit të Pro Credit Superligës ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës. Aktualisht Trepça po udhëheq me rezultat 3-1 në seri dhe është vetëm një hap larg mbrojtjes së titullit të kampionit. Bashkimit nga ana tjetër sonte i duhet të fitoj me dojmës për të mbetur në këtë seri finale dhe vazhduar garën për titull. Pas fitores së parë në këtë palestër para 2 javë me 4 maj, kur Bashkimi triumfoi me rezultat 84-77 për të kaluar në epërsi fillestare prej 1-0, kampionja aktuale fitoi 3 ndeshjet e radhës. Fillimisht të mërkurën e 7 majit në minatori triumfoi me 79-72, pastaj të dielin e kaluar me 11 maj në këtë ambient të zjarrt triumfoi me rezultat thellë 71-88 dhe së fundmi pas një ndeshje fantastike dhe betejë fenomenale në minatorit të mërkurën që lan pas nesh, Mitrovicacit shënuan fitore me rezultat 74 dhe kaluan avantazh të lartë prej 3-1 në seri. Është kjo finalja e parë në historitë basketbollit kosovar që zhvillohet në 4 ndeshje të fituara dhe hera e parë që ndonjëherë këto dy skuadra janë takuar në finale. Si thash më herët, është kjo ndeshje të jesh apo të mos jesh, fitoria e mban Bashkimin në garë, për ndryshe në rast të fitores sonte Trepça do ta mbrojë titullin, Bashkimi apo Trepça, pra këtë do ta mësojmë këtu, në këtë ambient super zjarrt të tempullit basketbollit kosovar në Seza i Suroj. Direkt pra nga ky ambient fantastik basketbollistik ku sonte me ju jemi Ulpiana Emra dhe unë. Ulpiana, sikur se thash parës, kjo është finalja e parë në historitë basketbollit që po zhvillohet në 4 ndeshje të fituara dhe hera e parë që këto dy skuadra të 4 së madhe historike, Bashkimi dhe Trepça po ndeshen në finale. Po agon, kur më parë Bashkimi dhe Trepça nuk janë ndeshur në një finale, sa i përket finaleve të deri tanishme, Trepça ka qenë 8 herë në finale dhe i ka fituar 5 tituj, duke i humbur 3, kurse Bashkimi që ka luajtur në 3 finale, titullin e ka fituar vetëm një herë dhe ai titull para 7 viteve në edicionin 2017-18, kur pjesë e Bashkimit ka qenë pikërisht Mikalet Mushiqi, i cili ka qenë njëri nga lojtarët kryesorë dhe më meritorët që ekipi Prizrenas të fiton atë titull. Pra të mbetet ai titulli vetëm kampioni i Kosovës për Bashkimin, natyrisht që mba pavarësimi pra i basketbollit kosovar në vitin 91-92. Po pra finalja si vetme është e 9-ta në historinë e basketbollit tonë për Trepçën, kurse për Bashkimin e 4-ta, dhe fakt interesant si tha Ulpiana, në 30 finalet e deri tashme nga pavarësimi 91-92 Trepça e Bashkimin nuk janë taku asnjëherë në finale. Pra finalja si vetme është e para në histori ku dy ndër skuadrat e 4 së madhe historike po luftojnë direkt për titull, sa i përket titullit kampionit Kosovës nga pavarësimi basketbollit tonë 91-92 deri tash në 31 edicionet, pasi e dini që në edicionet 97-98 dhe 98-99 kampionati u suspendu për shkak luftës në Kosovë, e në vitin 19-20 e dini u suspendu për shkak të pandemisë së Covidit. Trepça ka fitu 5 tituj dhe Bashkimi vetëm një. Ulpian, të mërkurën ishim dëshmitar të një betejë fantastike në minatori në lojë me shumë kthesa. Me të vërtetë ishte një ndeshje fantastike, përderisa që rreku i parë i takoi Trepçës së udhëhequr nga Myers, ku i realizoi 33 pikë. Bashkimi kishte shënuar vetëm 26, megjithatë më pas erdhi rikthimi fenomenal i ekipit të Bashkimit, që minusin prej 7 pikëve shndruan në +9. Duhet theksuar mbrojtjen e çelik të Valon Bunjakut, që ndikoi që ta ndalë Trepçën në vetëm 2 pikë të realizuara në çerekun e dytë, kurse Prizrenasit i realizuan 18. Akon aktualisht do të jemi edhe me prezantimin e lojtarëve për ndërprim pak. Okej, kthehemi lojës së 4, e cila ka qenë shumë interesante. Kapiteni Gashi me numër 01 Haliti, 2 Hunter, 3 Green, 7 Tuna, 8 Madut, 11 Tmushishi, 12 Hajrizi, 15 Myers, 28 Kastrati, 32 Koton dhe 35 Kapiti. Trener kryesor Beqir Agishi, mendimësit Zeqiri, Veseli dhe Qaushi. Po e shihni e në anën tjetër, tani do të kemi prezentimin edhe të ekipit Prizrenas.
Pra, kapiteni Altin Morina me numër 1, me numër 2 Fis Jashari, Iri, me numër 3 Max Smith, me numër 5 Dirk Williams, numër 6 Valion Bunjaku, numër 7 Eric Copes, me numër 10 Besim Bytyqi, 11 Wendell Green. Ja, po e shihni në ekranet e juaja, e Sonzeqirin duke u përshëndet. Numër 21 Samir Zekiqi, numër 22 Meriton Ismaili, 24 James McInnes dhe numër 27 Nison Zeqiri. Kryetrajner Jankovici, mendimësit e tij Gjeqaj dhe Gështenja, dhe tani do të ngritemi për intonimin e himnit të Kosovës. E vërtet është Ulpiana, po e vazhdojmë aty ku e la ti që tha se Prizrenasit sulm të udhëhequr nga qendra Copes dhe fundori Smith realizuan 18 pikë për të shku në pushim me 9 pikë përsi. Ky ka qenë rekordizi Trepqës, e cila pas qirekut par fantastik me 33 pikë, shënoi vetëm 2, por me kash nuk është ndalë ofenziva e Prizrenasve, sepse ata i nisën me 2-3 shëresh nga tandemi Wendell Green e Max Smith, kryon e përsin ma thellë prej 15 pikëve, megjithatë kampionët aktual nuk u dorzuan, nuk i kaploj paniku, dhe në 6 minutat e ashme në parket foli vetëm një ekip Trepqa, seria stuhishme prej 19-0, e përmbysi në mënyrë senzacionale minusin prej 15 pikëve, duke shëndru në 4 pikë, 56-52, kur kishin mbet edhe 2 minuta e 15 sekunda në qerekun e tretë. Më pas duhet theksuar se në 5 minutat e qerekut të parë që ishin shumë të rëndësishme në skenë, dolën dyshja reprezentuese Mikajlet Mushic dhe Drilona Irizi, që të dy bashkë realizuan 11 pikë për atë seri 11-2, duke krijuar edhe atë përsin maksimale të Mitrovicasve prej plus 12, e cila mund të themi agon që doli tjetë vendimtare. Mirë po, bashkimi megjithatë nuk u dorzu, u përpoq të rikthehet edhe njerë në këtë sunim portokallin, për pak sa nuk ja arritën qëllimit, përmes Wendell Greenit, të cilin po e shohim në ekranet tona, i pandarshëm ka qenë, edhe nisi atë serin prej 12-2 në fund, duke shkje përsin e Mitrovicasve në vetëm 2 pikë, kur patën mbetur edhe 54 sekonda loj, për 76-74, nëse të kujtohet. Po agon në ato qaste me të vërtet drama e arriti kulmin dhe duke se bashkimi do të kthen të luajë në favor të vetin dhe eventualisht të barazon të serin, mirë po kësaj radhe të Trepqa në skenë doli Junior Maduti, i cili realizoi 2 gjuajtë të lira 13 sekonda pa përfunduar ndeshja. E në anën tjetër ai i cili ishte hero definitivisht i Prizrenas dhe Wendell Green, i cili i kishte realizuar deri në ato qaste 35 pikë, mund themi u bë figurë tragjike pasi u hupi 2 gjuajtët e lira të shpresës, ndërsa në anën tjetër kapiteni Altin Morina shkaktoi faull ndaj Madutit, i cili sërish i qëlloi 2 penalet për fitoren me rezultat 80-74. Padyshim po më i merituari për këtë fitore të Trepqës ishte qendra Michael Myers, i cili dominoi absolutisht, shënoi pra 21 pikë, ishte fenomenal, po ashtu duhet ta përmendim edhe Michael Greenin që shtoi 16 pikë, 7 kërcime, 5 asistime, ndërsa pa tjetër
duhet ta përmendim edhe Batën Tunën, i cili ishte ndër më meritorit në atë rikthimin sensacional me serin për 19-0, sepse gjatë asaj serie Tuna kishte realizu 7 pikë, ndërsa e mbyllin ndeshjen me 10 pikë për tyre 2-3. Nga ana tjetër me të vërtet shkëlqeu Wendell Green e përmendëm që i pati 35 pikë të realizuara, gati gjysmën e pikëve të skuadrës e tij, dhe prej tyre i qelloi 6 treshe. Kisha dashur të shtu edhe një detaj që zakonisht takon MVP të ndeshjeve janë shpallur lojtarët e ndeshjeve e skuadrave që kanë fituar, por aq i mirë ishte Wendell Green në atë ndeshje sa me shumicën e votave, pavarësisht që Trepça fitoi, ai u shpall MVP, por nuk doli të jetë mjaftueshëm, pasi u ndihmua vetëm edhe nga Max Smithi, i cili i pati 17 pikë, 12 kërcime. Po, adhurues të basketbollit, çdo gjë e gatshme, edhe 1 minutë e 37 sekonda kanë mbetur deri në fillim të finales së 5, po e përmendim edhe një herë, është hera parë në histori të basketbollit kosovar që finalet luan në 4 të fituara. Rezultati është aktualisht 3-1. Çfarë atmosfere fantastike në palestrën e sporteve Sezai Suroi. Thash, ambienti zjarrt, po ju lome këto pamje pak. Pesre startuese Smith, Bunjaku, Kobs, Green dhe Zeqiri të bashkimi, dërsa të Trepça, Green, Cotton, Tuna, Hajrizi dhe Myers. Pra, adhurues të basketbollit, atë do të zbuz bashkimi rezultatin 3-2 në seri. Ja, ky është Robert Viklicki. Të dëgjojmë intonimin e hymnit të flamurit. Pra, do të zbuz bashkimi rezultatin në 3-2 në seri, apo Trepça do solitët me titullin e 2 tresht dhe të 6 në histori. Këtë do të mësojmë në fund të edhe një spektakli të sportit numër 1 dhe natyrisht në adresën Kura Zemra e basketbollit në vendin ton. Çdo gjë e gatshme, thash referi kryesor Ademir Zurapovici nga Bosna Hercegovina, mendimësit e tij nga Çekia Robert Viklicki dhe Jan Balloni, të cilin tashmë e njohim, ky ma shtatlarti ma i gati, i ka referuar edhe Kosovës, ka referuar edhe ndeshjet të Superligës. Zurapovic për Kops dhe Myersin, drejt dhe në duar të Tunës, sulmi për Mitrovicasit, Green kundër Greenit. Greeni Gjelbert kundër Greenit të portokalt. Trilion Hajrizi atje, hum topin, Max Smith kundër sulmi shpejt, për mrekulli atje, Valion Bunjaku depërton dhe realizon në kundër sulmin e parë. Dhe Arpagjikt kundër përgjigjen me banerin e tyre, për banerin të cilin Torcida e kishte shpalosur. Do të ishte mirë që ta shohim kundër sulmi shpejt, ta shohim këtë baner. Faul atje. Nuk po e shohim rezultatin në grafika. Duhet të jetë 2-0 për bashkimin. Bunjaku, i cili e ka topin dhe e organizon sulmin. Tentimi Smithit.
për shkak të banerit adhurues të basketbollit atje, ku është edhe kamera e cila në mënyrë digjitale e gjeneron rezultatin. Deportim atje edhe realizon Max Smith për 4-0. Pra derisa të qëndroj atë baneri, nuk do të kemi grafikat. Fantastik agon në këto minutat e para Max Smith, 2 topa të vjedhur të tij ndikuan në këto kundërshtyme të ekipit të Bashkimit. Tentimi tunës e kthen topin dhe Green, Michael Green përgjigjet me treshe për të zbutur disavantazhin në 4-3. Ja, kthehet tani edhe grafika dhe rezultati. Cotton tani është ndruar në mbrojtje, po e vrejmë, sepse Michael Green nuk arriti që ta mbyll Wendell Greenin, e ka shkelur vin Wendell-i. Do të jetë ky topi humbur, topi i pari humbur për Bashkimin. 4-3. 2 pik nga Smith dhe Bunjaku, fundorët. Tenton atje Cotton. Sa nalt kërceu atje Valon Bunjaku, është ky kërcimi ti i dytë. 2 kërcime e 2 pik. Zeqiri është lënduar atje tek edhe Cotton. Smith atje realizon dhe ndeshja duhet të ndalet atje. I afrohet Lejson Zeqiri. Këtu pas ka qenë do të thotë ai momenti kur gjatë tentimit ja dhe në të vërtet akti miri Lejson Zeqirit ishte aty qëndroj pranë Cotonit, edhe fleti tregon se ishte gjatë ndrimit të lojtarëve pa hiri. Gjest sportivi Lejsonit, duhet të ulet në bank Cotoni. Gjërsa e pam duke i thënë Adis Beqragicit që jam okej, të thot vetëm një goditje e momentit, nuk është diçka serioze. 6-3, e përsi e Prizrenasve. Myers atje deporton dhe realizon bi Kopsin për të afruar rezultatin në 6-5, po shkojnë ekipet kosh për kosh momentalisht. Fauli Madutit ndaj apo e shohim atje kryeministri i Kosovës në detyrë, Albin Kurti, me kryetarin e Federatës së Basketbollit Kosovës Arben Fetahun. Në vijnë gjuajtjeve të lira Wendell Green. Sonte herën e pare huq, javën e kaluar, po menoj javën e kaluar, në ndeshjen e kaluar në Mitrovic të Mërkurën, kishte qenë 10-9 nga vija gjuajtjeve të lira, e më pas kishte huqur 3 gjuajtje të lira në 2 minutat e fundit. Sonte në start, shumë e çuditshme për Wendell Greenin, që po i huq të 2 gjuajtjet e lira. Wendell Green, i cili ka një efikasitet prej 82% nga vija gjuajtjeve të lira. Myers dhe Kopes. Ka vendosur sonte Jankovici për Kopesin. Myers e kthen te Greeni, kësaj here nuk shënon treshe Green. Wendell Green për Smithin. Atje në brendi gabon Wendell Green, edhe një top i humbur, 2 topa të humbur. Madut deporton për mrekulli, bën slalom, realizon dhe rezultatin e kthen për herë të parë në e përsi pas 2 minuta e 30 sekundave loj, po kemi telash edhe me orë dhe me grafika në ekranin ton. Rezultati aktual është 6-7, edhe 6 minuta e 8 sekunda loj në qerekun e parë. Bunjaku, bukur e Lejson Zeqirin, lëvizje mashtruese e Lejsonit, por e mbrojtje e mirë edhe Drilonit. Madut deporton dhe fauli Lejsonit, i cili vrapoj atje, tentoj t'ja dobon topin nga dora Madutit, mirë po me këte rast shkaktoj faul, do t'jenë 2 gjuajtje të lira për Junior Madutin, po ashtu edhe Maduti është një prej ekzekutuesve të mirë të gjuajtjeve të lira, është i sakt.
77% efikasitet ka Junior Madut, njeriu kryesor në fitoren javën e kaluar në këtë palestër ishte ai Jokeri në 16 pikë të realizuara. Vazhdon të jeti sakt Junior Maduti, i cili edhe në ndeshjen e funit javën e kaluar nga 2 tentime kishte realizuar një, ndërsa sonte pra nga 2 tentime realizoi të 2 gjuajtjet e lira. Realisht në këto minutat e para nuk e pam në disponimin e tij që e pati Wendell Green në Mitrovic. Edhe kësaj radhe kuq nga tentimi për 3. Tuna. Tjetër personale e Prizrenasve. Edhe pse e nisën mirë me ato 2 mbrojtjet e para me topa të vjedhur. Max Smith ishte ai i cili shkaktoi faull. Tashmë erdhën 2 personale radhazi. Pas Jason Zeqirit edhe Max Smith. Edhe Tuna është ekzekutues i mirë i gjuajtjeve të lira, 75% efikasiteti. Në ekranet tuaja shkurt ishte referi Robert Viklicki. Tuna realizon për 16 e përsia më e lartë deri tash. Pra pas asaj serie fillestare prej 4-0, pra mini serie, Tuna realizon për 6-11 e përsia më e lartë prej 5 pikëve. Faktikisht pas atyre 2 sulmeve eksprese dhe 4-0 kemi një seri prej 11-2 të Trepçës në këto 3 minuta e gjysmë. Bunjaku për Smithin, Kops dhe Myers në postin e ullt, po luftojnë atje. Kops, mbrojtje mire Myersit, gabon gjuajtje Kops. Green për Hajrizin të Myersi dhe do të kemi ndrim të lojtare, pati aty hamendje nëse topi është i Trepçës apo Bashkimit, referët ishin aty afër. Edhe Çeku Viklicki edhe Zurapovici. Realisht ishte situatë e dyshim. të ishte. Topin e vjedh atje Max Smith ik në kundërsun shpejt atje dhe tani Tuna dhe Zeqiri atje ndeshën njoni me tjetrin. As pak e nevojshme kjo. Pa nevojshme dhe kemi tani edhe hedhje të gjysendeve. Ja atje edhe Maduti thot Zeqirit çka tu dasht. Kërkojnë atje faull jo sportiv. Edhe njëherë nga kundër spulmi ai Max Smithit, Tuna, i cili shkaktoi këtë faull. E pa nevojshme Zeqiri dhe Tuna atje. Sigurisht se do të jetë faull jo sportiv, për do të rishikojnë situatën. Do të rishikohet edhe një rast.
Pra, Lejson Zeqiri dhe Batën Tuna, të dy të ndërshkohen me teknike. Për Tunën është vetëm faulli thjesht. Realisht Tuna tashmë është ngarkuar me të tretën, pasi ishte faulli thjesht plus teknikja. Dhe tani Zurapovici po ju spjegon se çka ka ndodhur. Atje Jankovici edhe tu përshesh, se vendimi ishte meritor, faulli nuk ishte jo sportiv. Pavarësisht se Zurapovici dhe ishte Batuni ata të cilët e rishikuan rastin, edhe kemi ndrimin, Tunën e largon nga loja, e inkuadron të Mushiqin në lojë. Vendimi i drejti po normalisht edhe fakti që ishin tashmë tre personale të Batunës, por edhe për ta qetësuar situatën për momentin, por po besoj që nuk do të vazhdonte, pasi që edhe Lejsoni dhe Tuna janë lojtarë të cilët nuk njihen për probleme, ishte momentum dhe po besoj që edhe janë përshëndetur më pas. Herën e parë Isak nga vija gjuajtjeve të lira Max Smith për 7-11. Pra nuk ka ekzekutim normal të gjuajtjeve të lira teknike, ishte e dyanshme. Maduti atje për të nderën në fund, nuk apo jo, ishte faul. Tari me numër 3, referi Çek Vallon. Ishte këtu fauli Max Smithit ndaj Madutit. Madut do të ekzekuton 2 gjuajtje të lira. Përsëri realizon Isak. Edhe më tej Madut vazhdon 4-4, tani ku e ka lënë ndeshjen e fundit në Mitrovic me ato gjuajtjet e lira vendimtare, po vazhdon edhe sonte të jetë i saktë dhe mban përsinë e ekipit të Trepçës në këto minutat e para. Lejson Zeqiri me tentimin e tij të parë për 3 pikë sonte nuk qëllon. Madut më i larti në kërcim, Green atje i shmangët presionit. Anasht e Drilon Hajrizi, cili tenton, nuk realizon. Max Smith pranë ti është të Mushiqi me njëherë atje i del për para, i vetmuar Dirk Williams, për herë të parë po e shohim sonte në lojë Dirk Williamsin, i cili e ka dorën fantastike. McInnes është inkuadruar në lojë, McInnes tenton, nuk realizon, e kap topin, mirë po ja vjedh Maduti, lodh për çdo top Madut, në anën tjetër në thellësitë e Majersi. Dhe ishte afër referi, topi duhet ta takon bashkimit, pasi lojë me këmbë. Viklitski topin e lëshoi poshtë Majersi, tregon Roberti Viklitski, ja dëboi topin Smithi, ndërsa Majers luajti me gjuhë dhe dëboi topin jashtë fushës. Ishte afër dhe nuk e diskutoi fare këtë sulm. Topi edhe ky rast ishte i dyshim. Ishte i dyshim si ai më herët, por referët janë më afër, ata e kanë parë. Mushiqi atje tenton dhe treshën e realizon për 8-13. Ka shkelur 8-16, më falni. Dy fishohet e përsia e Mitrovicasve, 16-8 për Trepçën. Vetëm minutat e para, realisht takon mund të themi bashkimi e pati një iniciativë të lehtë dhe Trepça më pas e mori kontrollin, nuk po e lejon ekipin e bashkimit që të shkon me sulme të zgjatura apo të krijon diçka më tepër, teksa në anën tjetër po përgjigjen
duke realizuar ku dhe e kanë rëmbyer dhe përsin kur janë edhe 3 minuta e 30 sekonda deri në përfundim të çerekut të parë. I patëm ato dy shënimet në start nga Valon Bunjaku dhe Max Smith në ato 1 minutë e 20 sekondat e para për 4-0, e më pas Green me treshën e tij e nisi serin prej 11-2 në 3 minutat e ardhshme, duke e kalu rezultatin 11-6, përsa tash së fundmi pra, pas treshës Mikajlet Mushicit, e përsia e mysafirve u dyfishua në 16-8, një gjë të cilën jam duke vrejt sonte, disi McInnes ka startu shumë plokësht, shumë gadal, nuk e di se çka po ndodh me Gjevoj McInnesin. McInnes nuk ishte në më të mirën e tij as në duelin e fundit. Jo, në të dy ndeshjet e fundit nuk ishte McInnes të cilin e njohim dhe ai i cili ka dominuar. Wendell Green e sheh Lejsonin atje shpejt lëviz topin në 100-ën e fundit atje. Nuk e qëllon as koshin. Kërkon atje Jankovici, pressing zonal në tërë fushën. Jankovici e kërkoi pressingu zonal në tërë fushën, por lojtarët nuk e dëgjuan. Po e shohim një mos komunikim të duhur mes lojtarëve, sidomos lojtarëve fundor, nuk ishte i qartë në atë se çka po kërkon Drilon Hajrizi, sidoqoftë në thellësitë e Myersi, asiston realizon për 18-8, që është e përsia më e lartë, hera e parë që Trepça ka e përsi 2 shifrore. Williams vendos të deporton, jo, e kthen topin te Greeni me floater atje. Green Madut e kap të top, ishte i pengur sa bukur atje Maduti me driblim të kryzuar, mirë po gabon edhe ai. Bunjaku për Greenin, Green deporton, e kthen te Williams i vetmuar në kënd e bombardon për 11-18, përgjigjet në atë treshën e të Mushicit me treshe Williams. Green për Madutin. E tani kemi mbrojtje zonale të bashkimit. Griloni për Madutin, i cili është përthen këtë zonë, ka luajtur me këmbë atje McInnes, do të jetë sulmi rik 14 sekonda. Zekici për herë të parë sonte në lojë, të shohim në vend të kujt, në vend të Lejsonit. Ballon dhe Jankovici njihën mirë nga Çekia. Green atje, 10 sekonda për këtë sulm. Zekici pran Greenit, mbetet larg atje, shumë larg mbeti Samir Zekici dhe i mundsoi Michael Greenit që të realizon treshën e tij të dytë sonte. Tenton të përgjigjet Williams. Zekici ngatrohon, Myers, lëvizje mashtruese Myersit. Me të vërtet i ka shumë të mira këto pasime, pa shikuar fare Michael Myers. Rikthehet e përsia 2 shifrore, 11-21. Po shohim trajneren Jankovic që kërkon zëvendësim. Kapiteni Morina për të pushuar pak sa Valon Bunjaku në lojë. Altin Morina. Myers për Greenin. Mbrojtja zonale vazhdon. Driloni është përthen atje. Tentojnë të gjenat ekstra lojtarin Williams. Mbrojtje fenomenale, mirë, po nuk u kuptuan, nuk ishin të vëmendshëm. Dhe Madut e shfrytëzoi këtë huti të mbrojtjes Prizenasve për plus 12. Madut realizon 2 pikët e tij të reja. Williams lëvizje bukur mashtruese, mirë po ka shkaktuar gabim në hapa. Është ky topi i 4 i humbur për bashkimin. 11-23.
7 pikë të Madutit. Përsëri Madut është X-faktor. Williams bukur, lëvizje mashtruese 4-1, shkon deri në fund. Nuk realizon atje Dirk Williams. Dalet në mënyrë të palior, du t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Edhe Williams ekzekuton mirë gjuajtjet e lira, ka një efikasitet prej 75%. Shikoni atje, ishte Tmushiqa i cili shkaktoi personale. Zëvendësim tashmë 3 fisht. Hunter kapiti Cotton, largohet Myers, Hajrizi dhe Green. Sigurisht se në fillim të qerekut të dytë do të startoj me këtë pashe Mamermenja Beqiragiqi. I ka futur këtë treshe që të nxej Kotonin që e riktheu pas atij lëndimit, ndërsa ka pitën dhe Hunterin për të pushuar Myersin dhe Hajrizin. 12-23. E vërteton atë që tham parës Williams realizon të 2 gjuajtjet e lira për të zbut disavantazhin në 10. Mbetet 2 shifror disavantazhi. Cotton përballë ka Williamsin, një mbrojtës i mirë. Dirk Williams bën presion atje. Shikoni mbrojtjen e Williamsit, nuk po e lën me marr frym atje Cottonin. Rollingi Cottonit. Çfarë blokade zi ter total. Për post blokadës mbrojtja ishte për ekselencë që thonë në çdo hape për edhe ty presje 2 sekonda për këtë sulm të shohim. Kanë telashe me ekzekutimin Cotton në 100-ën e fundit tenton, nuk realizon. Green i shmangët presingut të Tmushiqit të mbrojtjes edhe 5 sekonda deri në fund të qerekut të parë. Green deporton dhe përfundon qereku i parë me rezultat 13-23. Javën e kaluar ishte 15-17 këtu në Sezai Suroj. Dërsa sonte një dominim, lirisht mund të themi i Trepçës në qerekun e parë, po shohim se lojtarët e Bashkimit po luajnë në një farë ngërçi. Shumë janë më të butë sonte lojtarët e Bashkimit, nuk po e shohim atë Bashkim të paktën që e kemi parë në qerekun e dytë në Mitrovice, që ajo lojë duhet Bashkimit nëse dëshiron sonte të bëjë diçka më tepër, se për ndryshe kjo Trepç nuk fal dhe nuk i lën këto, do të thotë se luan një lojë kaq të butë ekipi kundërshtar. Trepça e shfrytëzon në maksimum edhe nuk e lejon të ikë kjo lojë nga duar. Duhet shumë më tepër agresivitet dhe mbrojtje më e fortë e ekipit të Bashkimit, por një gjë që duhet të themi patjetër, edhe një sulm më konkret, pasi që edhe në sulm nuk i pam sonte të bëjnë diçka. Gjithsesi, elementi i cili funksionoi në ndeshjen e kaluar në Mitrovic te Bashkimi ishin treshet sonte, po përsëritet ajo dobësia e Bashkimit, sikurse të dielën e kaluar, ja po e shohim pra vetëm një treshe nga 7 tentime te skuadra e Bashkimit, 7-1. Në anën tjetër nga 8 tentime kemi 3 treshe të realizuara të Trepçës, e cila po dominon në kërcime 13-7, në asistime 5-2 dhe ka shënime pas kërcimit në sulm nga rasti i dytë, pra second chance points. Ja po i shohim në statistikat 3-0 pikët e shënuara, pra nga kundër sulmet 6-4, ndërsa ajo që po e karakterizon sonte gjithashtu ka kontribu në këtë përsi prej 10 pikëve, është fakti se edhe rezervistët e Trepçës kanë realizuar 11 pikë, ndërsa ata të Bashkimit 5, deri tash në qerekun e parë, pra një dominim i Mitrovicasve, i cili edhe po reflekton në rezultat. Max Smith, Tmushiqi është pranti, pick and roll atje me Kenisin, i cili e ka këtë top e këthen të Samiri, cili vendos të futet
nga një pozitë e vështirë. Tenton, nuk realizon kundër sulmi shpejt Mushiqi. Në anën tjetër për Kotonin, Koton për Hunterin i cili gabon në hapa. Nevri Kosët atje Beshiragishi, edhe Majersi ngritet. Sa në këmbë tash e kemi ndimsin Brahim Veselin. Shpesh e kemi pa që her Brahimi, her Adisi janë në këmbë. Wendell për Samir Zekishin i cili nga këto pozita zakonisht bombardon dhe qëllon. Dhe Adis Beshiragishi ngrit dur, thot pse në shut. 13 me 16, fali me 23. Treshe e Samirit, pikët e para të Mitrovicit i cili ka luajtur për shumë skuadra kosovare. I duan Bashkimit pikët e Samir Zekiqi takoj në 2 duelet e fundit nuk e ka realizuar as një pikë, ndërsa në komplet këtë seri Samir Zekiqi do thotë përderisa në 2 ndeshjet e fundit nuk ka realizuar, në Mitrovic i ka realizuar 2 pikë, në Prizren i ka realizuar 2 pikë. Do të thotë ka munguar një kontribut i Samir Zekiqi që sonte i realizon, do të thotë tashmë e realizon këtë treshe dhe nëse do t'jetë në këtë formë, e kemi përmendur në lojën e kaluar që mungesa e pikëve të vendorëve është e dukshme të Bashkimit, i duhet kjo ekipit të Bashkimit. 16 me 25 shënim i Sami Hunterit, edhe për Hunterin janë këto pikët e para. Time out kërkon Adis Beshiragishi. Pas këti aksioni Mekini se shmonton koshin. Shim pa edhe njëherë në repris të aksion të bukur dhe asistim. Wendell Green e ngrit në lartësi kurse Mekinis mbi kapitin e ngulit për të detyruar Beshiragishin të kërkon time out. 18 me 25 e përsia më e lartë ishte plus 12 parës, ndërsa tani është 7 dhe kjo nuk po i pëlqen Adisit, po e vren një qetësi në mbrojtjen, sidomos në mbrojtjen e skuadrës së vet Adis Beshiragishi. Natyrisht e bëri zëvendësimin e trefisht në fund të çerekut të parë, duke larguar nga loja Greenin, Hajrizin dhe Majersin dhe duke inkuadruar Kotonin, Kapitin dhe Hunterin. Ja edhe njëherë Mekinis këtu për mrekulli në këte asistim të Wendell Greenit realizon. Wendell Green deri tash është interesant të themi, nuk e ka asnjë pikë të realizuar, pra ka 0 pikë, 3-0 është nga loja Wendell Green, ka 3 asistime fakt, po i ka humbe edhe 2 topa dhe mungesa e pikëve dhe kontributit të Wendell Greenit po e bën vetën. E në anën tjetër, pra te Trepqa, i shkëlqyeshëm është Michael Green me 6 pikë dhe Maduti me 8. Anën tjetër Dardan Kapiti e ngulit për 18 me 27. E rikthene përsin 2 shifrore, edhe një mbrojtje e mire Kapitit i cili e dëbon topin atje larg. Kërkon Zurapovici sulm të ri. Green, lëvizje mashtruese, ende nuk ka pik nga Greeni. Realisht ka faul nga Mikajlët Mushiqi në tentim të Green. Ja spjegojnë këtu reagimin Adis Beshiragishit, i cili nuk e pa se pas, kjo është faullit Mushiqit, nuk e pa që Ademir Zurapovici pas asaj gjuhëtje të Altin Morina kërkoj sulmin e ri, 24 sekondat e rea, ka mendoj Beshiragishi se sulmi ka skaduar, në fakt nuk ishte
nuk ishte sgraduar sepse ishte sulmiri. E në anën tjetër pra ishte faulli Mushicit ndaj Wendell Greenit. Kësaj radhe realizon edhe në herën e dytë është Isaac Wendell Green. Për 20-27 duhet të jetë, jo 19 në semafor, të ngadalshëm ishin me pikë. Në semafor ato isha duke shikuar, në semaforin zyrtari vetmuar mbetët atje Green, i cili vjen atje, luajti me këmbë. Mirë po e pam edhe njëherë një kuti dhe mos koordinim të lojtarëve të bashkimit në mbyllje dhe në kapje të topit të dëbuar. Ishin të fjetur. Wendell Green atje ishmangët presingut të Cotonit. Në vazhdimsi agon po i ndrohen lojtarët Wendell Greenit që janë në mbrojtje. Paraprakisht ishte të Mushicit, tani Cotoni. Më herët ishte edhe Tuna dhe atje McInnes me pikët e para dhe tani do të kemi Drilon Hajrizin. Është ky faul. Artin Morina shkakton faul, do të jenë dy gjuajtje të lira. Drilon Hajrizi do të inkuadrohet në lojë në vend të Sami Hunterit. Edhe njëherë alley-oop fenomenal Maduti me Dardan Kapitin. Isak nga tentimi por 22 me 28 e zbutën disavantazhin në vetëm 6 parës. Green realizon. Së dy me 29, 7 pike përsi. Edhe 7 minuta e 7 sekonda lojë në pjesën e parë të finales së 5. Në këtë seri finale ju rikujtoj Trepça udhëheq Stremini. Është kjo pra ndeshje të jesh apo të mos jesh, tenton atje Samir Zekici, i penguan nga Drilon Hajrizi, mirë po pasim i fort, i fuqishëm i Kapitit për Hajrizin. Green, mbrojtje mire Cotonit, sonte Cotton me të vërtet, shikoni në qëndrim atje të basketbollit. Nuk po i lën hapësin në Greenit, McInnes edhe njëherë lufton atje mirë, po Green e kap topin kërcen, por Cotton nga prapa e blokon. Edhe 12 sekonda për këtë sulm, Zekici dhe Morina ullën për të pushu. Në lojë rikthehen Bunjaku e Zeqiri. Jankovici po bën çmos që të rikthehet në lojë. Max Smith deporton. Dhe mbi Hajrizin e Kapitin realizon. Rezultatin në 24 me 29 e afron Max Smith. Bunjaku pran Greenit. Kapiti dyfishohet atje. Green me floater për mrekulli ju shmang. Një pick and roll i suksesshëm me Kapitin, të cilin e shfrytëzon dhe realizon për 24 me 31 kur ka mbetur edhe 5 minuta e 55 sekonda lojë në çerekun e parë. Bunjaku, bukur deporton për McInnesin. Ajajaj, mbeti shkurtër, por e përmirësoj dhe realizoj. Shikoni këtu Shiragishin, s'po mundët me besu se si ishin në gjumë lojtarët e tij dhe me njëherë reagon duke eftuar Majersin për të kthyer në lojë. I duhet Majersi, Drilon Hajrizi në çastet kur bashkimi afrohet në 26 me 31 në skendel. Lojtari me përvojë Drilon Hajrizi, i cili me treshe bombardon dhe e ngrit përsëri rezultatin në 8. McInnes, Kapiti është pranë tij. Bunjaku e shpërthen këtë mbrojtje. Kemi një mismatch të lojtarëve atje.
tenton dhe realizon Lejson Zeqiri për 28-34. 4:52 deri në fund. E fauli Lejson Zeqirit, i cili po ankohet. Atje mund të ndërshkohet me teknikën, e dy duhet të ketë kujdes Lejson Zeqiri, sepse i duhet skuadrës së tij dhe menjëherë Sasha Jankovici atje e tërhekën nga loja Lejsonin. Normalisht edhe për Lejsonin është personalja e tretë tashmë dhe e dim që në Mitrovic Lejsoni është ai që doli me 5 personale dhe mungesa e Lejsonit është e dukshme në fushë për Bashkimin. Definitivisht. Koton tenton për 3 pikë, nuk realizon. Më i larti në kërcim të Mushiqi, Koton edhe njëherë tenton ta pengon Bunjaku, shumë lart kërceu Valoni atje, por Koton ishte më i suksesshëm, më i shpejt, e rikthen e përsin prej 8 pikëve. Zekiqi dhe Bunjaku, faulli i Drilonit. Është ky faulli i parë, personalja e parë e Drilon Hajrizit. Nga dy faula i kanë të dyja skuadrat. Tentimi Max Smithit nga çfarë distancë, nga pashtriku atje, tentoi. Njështë 8:36, 4 minuta deri në fund të pjesës së parë të finales së 5. Green, mbrojtje e mire e Zekiqit në thellësi atje, tenton e përmirëson Myers dhe time-out ka kërkuar trajneri Jankovic, pasi që avantazhi i Mitrovicasve përsëri rikthehet në 2 shifror. Ja dhe njerë Koton këtu pranë McKinnisit. Myers e përcolli, e pa që nuk do të shkon në rjet dhe vetëm e preku pak topin, kërcim në sulm dhe realizimi Michael Myersit. Është kjo pika e tij e 6, ndërsa i ka dhe 4 kërcime. Michael Myers, interesant është të themi se Myers nuk ka huqur asnjë nga 3 tentimet e tij. 100% efikas qendra Michael Myers, lojtari kryesor i skuadrës, definitivisht me double-double mesatare prej 12 pikëve 10 kërcimeve. E sidomos në këtë seri finale ka qeni kyç, lirish mund të themi, Michael Myers. Ishin ato duelet e zjarta me stillet McKinnisit në 2 ndeshjet e para, atë themi edhe javën e kaluar, por në këto 2 ndeshjet e fundit disi McKinnis është i heshtur. Realisht kemi parë Myersin ta fiton atë duelin me McKinnis, definitivisht, ndoshta edhe vetë fakti që ka shumë më tepër përvojë se sa McKinnis ka ndikuar që Myers e kontrollon më mirë këtë duel direkt. Kanë qenë super të përfolur në vazhdimsi për duelet me tyre, plus çfarë pasimi i bukur, fal Ulpiana, po fantastik ishte Valion Bunjaku në pasimin e tij. Kërkon atje Samiri faul. Ja, dhe njëherë ky pasim i fundit luajti me top Koton, mbrojtje e Kotonit, edhe 6 sekonda për këtë sulm. Max Smith shpejt atje, shkëputët prej çfarë pozite mbi Mushiqin, realizon për 31 me 38, e afron rezultatin në 7. Koton, lëvizje bukur mashtruese e Kotonit, i cili realizon për 31 me 40, kur ka mbetur edhe 3 minuta 3 sekonda loj deri në fund pjesës së parë. Bunjaku përballë ka Greenin, Williams
Dueli Zekiqi dhe Hajrizi. Bunjaku kërkon atje hapsin. E kthen topin te Williamsi nga distanca e madhe. Gjuan nuk shënon mirë, po Bunjaku është në vend e përcel. Karakteristike e Valonit është këto, ti përcel këto kërcimet në sulm, edhe njëherë është i vëmendshëm dhe topi do të jetë për Bashkimin shumë luftarak, edhe në ndeshjen e kaluar. Valoni me mbrojtjen e tij me të vërtet ka qenë ajo lokomotiva e mbrojtjes skuadrës portokalli. Madut në lojë Green largohet, i pakënaqur me lojën e Greenit, treneri Beqiragishi. Mushishi e ka këtë top, 2:22 deri në fund. Pjesës së parë luftojnë atje Zekiqi dhe Hajrizi. Dy ish bashkëtarët. Myers atje fall në sulm gjatë blokut. Gjatë këtij pick and rollit, fall në sulmi Myersit. Është kjo personalja e parë e Michael Myersit, i cili lëviz në blok. Në pik plus për Trepshën. Zekiqi për McKinnisin. Bunjaku edhe njëherë tenton me treshe dhe realizon Williams. Është kjo treshja e dytë e Williamsit dhe pika e 8 e tij për 34 me 40. Sa shpejt po shkon Trepsha në 10-12 pike përsi dhe Bashkimi po afron rezultatin në 5-6 pikë. Tenton të përgjigjet Madut, nuk arrin kundër sulmi shpejt atje. Bunjaku vendos të depërton deri në fund dhe shënimi pranohet. Shmendet Adis Beqiragiqi. Lëvizje e shkëlqyeshme e Valonit, definitivisht figura kryesore sonte te skuadra e Bashkimit është Valon Bunjaku, i cili me këtë kosh faull e çmend palestrën. Shpërthen tani Sezai Suroj, edhe njëherë Koton shkakton faull. 36 me 40, kur ka mbetur edhe saktësisht 90 sekonda lojë. Valon Bunjaku e afron rezultatin në vetëm 4 pikë. 4 pikë të Valonit, i cili ka edhe 4 kërcime, 2 asistime. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Njëri prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të Bashkimit, Valon Bunjaku me 82% të realizimit të penaltive apo gjuajtjeve të lira si doni. Dhe në këto qaste po shohim një parafrim sa i përket statistikave. 19 me 14, 8-7 në asistime. Në ekranet të juaja, Vullnet Cefaja, njeriu më i merituar për revolucionin e basketbollit Mitrovicas, i cili para 4 viteve ishte në prag të rënjës nga elita dhe shpëtoi me play-out, e ndërkohë pas riorganizimit arriti që të fitoj 8 trofe. Në vijën e gjuajtjeve të lira Valoni, i cili mund të afrojë rezultatin në vetëm 3 dhe e bën këtë 37 me 40, kur ka mbetur edhe një 30 deri në fund. Williams dhe Bunjaku, Bunjaku dhe Williams definitivisht në këto qaste ishin më meritorët për këtë shkrirje të rezultatit. Shikoni mbrojtjen e Williamsit. Të hatashëm janë në mbrojtje tandemi Bunjaku dhe Williams, po faulli Valonit. Me të vërtet po më pëlqen se si jonë duke bashkëpunu Bunjaku dhe Williamsin në mbrojtje. Po e shohim Valonin tek sa i përdori Duart më shumë se që duhet në gjatë kësaj mbrojtje. Mirë, po nuk e lejoj të Mushishin që të depërton. Depërton, fakt. Ja, në njëherë Williams. Thash, ajo topi do t'i Bashkimi do t'i takojnë. Presioni i tij në mbrojtje. Nëse dikush është meritor për këtë rikthim nga 12 pike përsi sa ishte maksimumi
i epërsisë Trepqës. Atëhere është tandemi Valon Bunjaku dhe Dirk Williams. Po e shohem Adis Beqaragicin që kërkan rishikim të rastit teksa Ademir Zurapovici komunikimin Ademir Zurapovici thot nuk i drejt me kërku sepse unë e pash 37 me 40 Grin do të kthehet në loj. Valon Bunjaku e ka topin me floater, jo po me alley hoop për Erik Kopsin afro rezultatin në vetëm 39 me 40. Çfarë rikthimi? Kjo po i përngjasi asaj kur Bashkimi shkoi në plus 15 Trepqa u rikthye në loj. Ka faull të Dirk Williamsit kësaj radhe. Po. Një rikthim senzacional pra pas 28 me 38, pra e kemi një seri prej 11 me 2 të Bashkimit në këto 3 minutat e fundit. Ende nuk është plotësuar bonusi. Çka është duke ndodhur këtu, nuk e kemi të qartë. Si duket do të jetë ekzekutimi gjuajtjeve të lira nga Cotton Green, nuk mund të futet në lojë. Kërkojnë rishikim të kësaj situatës së fundit. Pra ishte në pyetje, faulli Cotton duhet të ekzekutoj gjuajtjet e lira dhe nuk ka mundur që të dalë nga loja të zëvendësohet me Greenin. E tani do të kemi zëvendësim 39 me 42. Pressing tani në tërfushën, ka të lashe Valoni me rivënjën e topit. Smith i shmangët këti pressingut. Madut është tani pranë Smithit, 15 sekunda për sulmin e Bashkimit. Madut është pranë ti. Zekiqi shkon në blok për Kopsin, i cili tërhiqet, mbetët Zekiqi i vetmuar atje. Smith edhe 4 sekunda për Zekiqin, duhet të gjuaj, tenton dhe realizon treqën e dytë në këtë ndeshje duke barazu rezultatin në 42 me 42. Çfarë drame në Seza i Suroj, a do tjetë kështu edhe në pjesën e dytë. Oj. Mështat shkurti në parket, ja të ronë Michael Myersit. Nga prapa vjen dhe i thot jo. Fantastik, Valon Bunjaku. Ty presje 6 sekonda, deri në fund. Myers tenton, nuk realizon dhe pjesa e parë përfundon. Së pari me treshe e më pas edhe me blokadën e Valon Bunjakut të dy lojtarët vendor. Ajo që e tha Ulpiana, adhurues të basketbollit edhe qëndron. Kur ka kontribut të lojtarëve vendor, atëhere edhe Bashkimi po funksionon dhe ishim pikrish Samir Zekiqi me treshën e ti të dytë sonte 6 pik
në krejt 4 ndeshjet paraprake, Samiri ka realizuar vetëm 4 pikë, ndërsa sonte në pjesën e parë me 2 treshe 6, e në anën tjetër Valon Bunjaku është fantastik, përveç mbrojtjes së shkëlqyeshme të cilën e ka bo, arriti që edhe të blokoj atje Michael Myersin në tentimin e tij për të mbyllur pjesën e parë me 4-2 me 4-2. Adhurues basketbollit shkoj me pushimin mes të dy pjesëtojve para se të rikthehemi përsëri në paljestrën Sezai Suroj për 20 minutat e dyta të kësaj ndeshje vendimtare, të jesh apo të mos jesh, të vazhdosh apo të mos vazhdosh.